E dini që koltukofagët të fiksuar mbas karrikës mendojnë se na bëjnë presion, mendojnë se ju bëjnë presion duke ju thënë 1000 çuditëra siç i keni dëgjuar në publik, siç i keni parë nëpër mesazhe. Personalisht presionin duke njoh. Nuk më bën dot presion as njerëz shumë më të rëndësishëm se këta, nuk më ka bërë dot presion as Edi Rama duke u përballur edhe në burg aty ku vendosi regjimi dhe shumica e njerëzve të cilët përballë regjimit sillen si lepurusha dhe përballë demokratëve duan të tregohen sikur janë tigra, e kanë gabim. Nuk të bën rroga, nuk të bën privilegje. Nuk të bën mungesa e meritës, të bën vota, të bën përballja, të bën sakrifica, të bën qëndresa, të bën të dëgjuarit e shqetësimeve të demokratëve. Më tha shumë bukur një mik, po e perifrazoj në mënyrë pak më të butë në fakt, se është fjala popullore, që më mirë disa beteja, edhe nëse humbin, të humben me miq, se sa të fitojnë me të pa burra.